Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të respektuar teleshikues, kudo që jeni ju përshëndes. Selamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Jemi në një halkë të re të emisionit Popujt në Kur'an. Jemi duke diskutuar për atë që Allahu Gjelle Gjelaluhu na rrëfeu në librin e tij, duke treguar her pas here për popujt të ndryshëm. E ne na intereson kjo pjesa e rrëfimeve për popujt, sepse kjo është emisioni jon, e rrjedhimisht me popujt gjithherë lidhet edhe ngjarjet me profetët, sepse ndoshta përmendja e popujve është kas që Zoti fillimisht ka përmend profetët e tyre dhe vendi ku janë dërguar ata, e rrjedhimisht edhe peripetit që i kanë pasur ndërmjet veti. Ndonjëherë tjetër ka mund të jetë edhe diçka tjetër, pra që nuk është fjala për vetë profetin, ndoshta për populli dhe mizëria e tij që ka pas, e pastaj Zoti ka dërguar profet te ai popull. Sido që të jetë, ajo që ne na intereson është se çfarë ishte njëra prej peripetive të profetëve që do të diskutojmë sot. Në javën e kaluar, të respektuar teleshikues, kemi fol për një problem që profetët janë ballafaqur me të. Polemizimi i njerëzve me ta. Jo që polemika është e lodhshme në kuptimin dialogu ta quaj. Por kur kalon në polemik, ose kur kalon në atë që argumentin ti e dha apo nuk e dha, unë nuk e pranoj. E pate të argumentueshme qasjen tënde, apo e pate të pa argumentueshme, për mu njëjtë është, rezultati do të jetë i njëjtë. Kjo është e lodhshme dhe kjo është një prej sprovave që kanë pasur profetët në këtë drejtim. Pra i bie të respektuar të shikues se kjo qasje, domethënë, e kërkimit të argumenteve, e kërkimit që Allahu të sjell në këtë botë diçka më shumë, prej argumenteve mbështetëse për profetët e tyre, që ata të kenë mrekulli, që ata të jenë të argumentueshëm për popullin duke pas diçka të jashtëzakonshme me vete. Ata, Zoti, njerëzit kërkonin që profetët të jenë në një mënyrë ose tjetër dhe më ndryshe nga të tjerët, në kuptimin të mos jenë njerëz të rëndomt, të mos jenë nga njerëzit që nëse dojmë ne t'i pasojmë ata të jenë shumë të veçantë dhe shumë më ndryshe nga të tjerët. Mirë po, nëse kjo nuk kishte efekt, për shkak se Allahu nuk ka dashur që kjo të jetë e këtij formati, pra Allahu ka dashur profetët me dijen e tij dhe urtësinë e tij të jenë nga mesi i njerëzve, që të jenë shembulltyr, ata duhet të hanë ushqimin e njerëzve, të pinë ushqimin e njerëzve, të helmohen me helmet e njerëzve, të sëmuhen me sëmundjet e njerëzve, pra të jenë njerëz të rëndomt. Pra kjo çështja e rëndomtësisë së tyre për popujt ishin nganjëherë jo e pranueshme. Dhe sikur kishin dëshirë që her pas here profeti të jetë i mbështetur me argumente shtesë nga qielli, në kuptim pra nga Zoti. Të jetë me argumente shtesë pra të ketë mrekulli mbi natyrore. Të jetë ai që është në gjendje tua argumentoj duke u nis nga faktet të caktuara. Ti po thu se ka ahiret, hajtë tregon se si është ahireti. Ti po thu se Allahu mund t'i ringjallë të vdekurit, hajtë na trego se si mund të ringjallën ata. Ti po thua se Zoti ty të ka mbështet, hajtë ta shohim a mund të lind dielli kështu, a mund të bëj hëna kështu, a mund të bjerë shi në këtë moment, a mund të jetë ky apo ai fenomen i mbi natyrshëm, të cilën ata po e dinin se nuk ka mundësi dhe aftësi një njeri që ato t'i komandonte. Dhe për këtë arsye kërkonin që ajo eventualisht të jetë në domenin e të mbifuqishmit, e nëse i mbifuqishmit ty të mbështet me një argument tillë, atë ne do të besojmë. Edhe pse ata kërkonin lloj-lloj mrekullie, kërkuan, sikur përmendëm në javën e kaluar, kërkuan prej Isait a.s. që edhe pse shëronte smundje, ju tregonte njerëzve se çfarë kanë në shtëpitë e tyre,
edhe pse e shëron të smundjen e lëkurës, ngjallët e të vdekurit, këto sigurisht argumente të vogla se ju bën të rëndom të atyre, thanë, a mund Zoti ta sjell një sofër që të jetë manifestim për ne, për të parën dhe të fundit tonë. Pra ju duke se sofra e begat nga qielli do të ishte diçka më e jashtëzakonshme se sa këto tjerat. U munduan pra që shkopin e Musait a.s. I cili Allahu Gjelle Gjelaluhu javdha argumentet prej më të ndryshme, dora e tij që bënte dritë, ishte argument shumë i gjallë, e me atë shkop u nda dhe deti, me atë ndamje detit shpëtuan Beni Israelit, me atë bashkim pastaj të detit u përmbys dinastia faraonit, dhe ata bën popull i shpëtuar. Pas krejt këtyre gjërave ata i kërkonin Musait, a mund të na argumentosh se si mund të ngjallët i vdekurit, se si a mund të dim ne se ky fëmijë që është vra, kush e ka vra dhe ai të tregoj vet, pasi ishte vra. Derisa pra kërkuan ngjalljen e tij dhe Allahu edhe këtë e bëri. Këto u bën por polemikat e tyre ishin pa rezultate, sepse sigur ata nuk e donin përgjigjen. Atyre nuk u mjaftonte që Allahu t'i sjell këtë argument dhe të ndaleshin në argumentimet e tyre. Dhe të pranonin të dorëzoheshin. Të thonin, e tash më s'kem çfarë të bëjmë. Vërtet të nderuar teleshikues. Se pas gjithë këtyre orvatjeve, secili prej neve po të kishte në veten e tij gjithë këtë thesar të madh të argumenteve para popujve, para njerëzve, për gjërat që ata mund të vëjnë në dyshim, e pastaj kur unë sjelli këto argumente apo ato argumente, është e vështirë, shumë e vështirë të vijë refuzimi pas saj. Imagjino pra sot në gjuhën e marketingut, ndonse prezantimi i mallit është pjesë e punës që e bën një tregtar. Dhe a priori të gjithë e dinë se blerësi i mundshëm, ai që interesohet për mallin, ka të drejtë të i bëjë disa pyetje, ka të drejtë të provojë, ndoshta nëse provohet, ka të drejtë nëse është ndonjë automjet të dalë dhe të avozis, ka të drejtë të hi dhe ta shoh banesën apo shtëpinë që po don ta blej. Ka të drejtë të pyes për artikullin, për aparaturën e caktuar, për kompjuterin, për laptopin, për telefonin, se sa ka hapësirë, cila është memoria e tij, cila është shpejtësia e tij, cili është garancioni i tij, e tjera. Pastaj të pyes edhe për çmimin. Imagjinoj pra këto kur të vinë të gjitha të argumentuara se ky aparat ka këtë garancion, që është për te i pritjeve të këtij blerësit. Ky aparat ka këtë shpejtësi, që është për te i pritjes së këtij blerësi. Ka këtë fuqi, këtë memorie, këtë që ai pra i përmbush të gjitha dëshirat, nevojat, kërkesat e blerësit të mundshëm. E në fund, po sa kushton çmimi, i thuhet një çmim që mund të jetë edhe më i lirë se sa që ky ka pretenduar për një aparat të tillë. Imagjinojeni tash sa dhe si do të mund të ishte thjelja e shitësit kur ky thotë jo, nuk po e blej, nuk po marr. Ndonse thash në rregullat e tregtisë ka drejt fundja. Ai e ka detyrë mbi detyrat prezantimin e mallit, e ky pastaj ka të drejtë të pyes të interesohet për mallin dhe në fund të vendos ta blej apo mos e blej. Po shtrohet pyetja, a nuk është njeri që preket nga ato pyetje të shumta kur kë në fund, sidomos kur jep atë shembullin më banal, thotë unë nuk kam parë. Unë nuk kam interesim të blej këtë banesë, por vetëm pyeta. Pse pyet në rregull është? Po pse hyt të shohësh sa dhoma ka, çfarë pozite janë dhomat, ka janë dritarët, çfarë materiali është punuar dhe ti në plan nuk e ke fare të blesh se nuk posedon as minimumin e pasurisë, as për kapar për dhënë, se mos lasim nese për të bërë pagesën e tërësishme të asaj
banesa ose shtëpi që dëshiron ta blesh. Pra gjitha këto janë pyetje të një njeriu të interesuar që eventualisht mund të ketë aftësinë për të realizuar këtë blerje, por çfarë nëse ti nuk e ke as plan një gjë të tillë? Kjo është neverice. Pastaj imagjinoj automobilin që ti nxjerr nga autosaloni dhe thu dua ta provoj, dua ta pës këtë mjeshtër ose atë mjeshtër. Aty ku të është prezantuar çmimi, ti janë të prezantuar mundësitë e blerjes, të dhënat e specifikuara të gjitha dhe ka mbetur vetëm fjala e fundit të thuhet se nga mjeshtri, nga eksperti se është me të vërtetë veturë mirë ose jo, edhe në të kundërtën. Pra nëse dhe ajo lavdrohet dhe në fund ti thua nuk dua ta blej, është e vështirë. E çfarë nëse kjo bëhet në mes të njerëzve? Shkuesi, mësiti, i kërkon është e drejtë dikujt që të kërkoj vajzën e dikujt tjetër për nuse. Të martohen, është ligji i Zotit në tokë. Është e drejtë e nusës e vajzës kushtimisht dhe prindit saj që ta refuzojnë me kohë. Ti thonë nuk e kemi në plan të martojmë, nuk jemi në rend të martojmë, nuk duan të martojmë tash në këtë kohë sepse është në procesin e shkollimit të tjera. Nuk duam që në këtë periudhë kohore të ngatrohet çështja e studimeve të saj me martesën. Nuk duam që ne duam të martojmë, por jo në këtë vend, jo larg shtëpisë tonë, jo larg rrethit tonë, jo larg mentalitetit tonë, jo me komunitet tjetër, ta zëm që mund të jetë larg vendbanimit, me gjuhë ndryshe, me rast ndryshe tjera. Gjitha këto mund të jenë përgjigje prej më të ndryshmeve, që edhe të drejtat njerëzve. Refuzohet, por nëse shkohet në pyetjen e parë dhe kalohet, bëhet tik asaj. Shkohet në pyetjen e dytë, prap tik, dhe ky prindi nuk refuzon. Edhe ky i pranon pyetjet njërën mas tjetrës. Dhe në fund fare duhet të shihet djali dhe vajza, duhet të shohin njëri tjetrin për bukurinë e tyre eventuale, sepse sikur ata janë akorduar, janë marrë vesh më për largësinë. Nuk e kemi largësinë. Shkollimin jemi të gjithë të pajtimit, por kjo do të ndodhë, do të përfundoj tani. Fejesa e cila po bëhet tani, martesa do të bëhet pas një viti. E tjera, gjitha kushtet janë të pranuara. Dhe tash, kur dalin dhe shihen dhe ti thot po më pëlqen shumë. Ishte pikrisht ajo vajza që kisha në ëndrat e mia, por nuk dua ta marr. Është neverice të thuhet se e refuzoj, sepse ti për refuzim kishe mundësi që këtë ta bësh që në hapat e parë. Pse e bëre këtë kaq vonë? Pse e bëre këtë në momentet e fundit, finale, pra që nuk kishe absolutisht arsye që ta bësh këtë refuzim dhe në këtë mas. Pra, kësisoj të nderuar teleshikues është që njerëzit në shikim të parë, kur kërkojnë argumente shtesë, mos t'i kërkojnë ato argumente për t'i refuzuar. Aq më tepër unë këtu mora shembull shumë të vegjël të njerëzve që unë si tregtar ndoshta megjithatë nuk kam qenë i aftë që të bind se artikullin që dua ta shes është në rregull. Ndoshta unë nuk kam qenë në gjendje të tregoj për vajzën time se sa atributet mirë dhe moral të mirë ka pas që ti të bindesh dhe ta marrësh, ose bukurinë e saj se çfarë ka pas. Ndoshta unë për banesën time, për veturën time, për gjitha këto nuk kam qenë në gjendje që të dëshmoj mjaftueshëm dhe ti për këtë arsye, kur ja afru dhe ke pa me sytë tu, e ke refuzuar. Por argumentet e Allahut xhallal xhelalu kanë qenë shumë të qarta dhe refuzimi i tyre do të ishte shumë i papranueshëm. Dhe jo vetëm të refuzohen, por të polemizohen dhe të vazhdoj polemika me pejgamberët deri në masën që pejgamberët në mënyrë të vazhdueshme kanë qenë triumfues të nderuar teleshikues. Pra pejgamberët e Allahut kanë pas një përfundim jashtëzakonisht të mirë. Ndonjëherë ka ndodhur që edhe vetë pejgamberët janë çortuar për përgjigje të nxituar. Për shembull, i dërguari sallallahu alaihi wasallam kishte shkuar një delegacion prej hebrejve, të cilët dinin nga librat e shenjtë të mëhershëm. Dhe kishin dëgjuar se në mesin e arabëve ishte shfaqur ai profeti që ata pretendonin të ishte nga mesi i tyre. Megjithatë, menduan se mos është profet i rrejshëm.
kishin pyetur për të dhe rreth tij, kishin marrë përgjigjet e duhura, megjithatë nuk u mjaftuan me këtë dhe vendosën që edhe ta testojnë vetë. E në testimin e tyre ata shkuan dhe i bën pyetje prej pyetjeve historike të cilat një njeri i rëndëmt që pretendon rrejshëm se është profet, ai do të përgjigjet gabimisht, me siguri. Dhe kur ata i bën këto pyetje, i thanë nëse ti këto ide dhe ide sigurt, atëherë ne do të besojmë se ti je profet. E i dërguari sallallahu alaihi wasallam ju tha sot nuk i di, po unë do t'ju tregoj për këto nesër. Ata që në shikim parë pra filluan të bindeshin se ky mund të jetë profet. Se po të fliste nga mendja e tij aty për aty dhe të thoshte po unë di për Dhulkarnein, ai ka qenë kështu ose ashtu. Unë di për banorët e shpellës, ata kanë bërë këtë ose atë, e tjera. Pra do të tregonte naivitet dhe do të tregonte po ashtu edhe një farforme pretendimin e gënjur se është profet. Po kur i tha se unë këtë nuk e di dhe për këtë do t'ju informoj nesër, e dha shenjën e parë, sinjalin e parë që ky konsultohet me dikë, në këtë rast pra konsultohet me Allahun xhelle xhelaluhu, i merr përgjigjet prej tij dhe i sjell njerëzve. Çfarë ndodhi? Ai nuk i pati përgjigjet të nesërmen. Se nuk i pati, Allahu xhelle xhelaluhu nuk i dha atij përgjigjet. Përkundrazi të nesërmen, kur ju vanuan përgjigjet dhe ata pritën me padurim se çfarë do të thoshte, eventualisht pra pasaj edhe të besonte, të besonin ata pra në vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhelle xhelaluhu në vend të kësaj bëri një çortim për t'i dhënë atij një mësim profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe të gjithë neve sot e kësaj dite. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Kur mos thuaj unë do ta bëj këtë nesër. Pa thënë Allahu, pa dashur Allahu. Prej atij momenti e tutje të nderuar të shikues, ne përdorim fjalën inshallah për gjithçka që duhet të ndodh nga momenti që flasim e tutje, e që edhe nëse duket se ne kemi dispozicion të plot që ta veprojmë atë për cilën po premtojmë, megjithatë nuk duhet as pak të flasim dhe të premtojmë kotasi, të mendojmë se ne me sigurt do ta realizojmë një gjë të tillë. Asesi, nuk bën që të bim prej e kësaj, përkundrazi duhet të themi nëse do Allahu. Unë nesër do të shkoj në filan vendin. Dikush thot po pse, çfarë dileme ke, shëndetin e ke, biletën e ke rezervuar, sidomos pra në udhëtimet e larta. Aeroplani ka konfirmuar linja atë që është për ty e nevojshme, pra që ajo do të realizohet, ajo udhëtim e tjera, gjitha janë në rregull, por ka plot faktorë që ky udhëtim jon i varet prej tyre e që nuk janë në dorën tonë, andaj ne çdo mos do të themi nëse do Allah. Mjafton një gjumë të ardhë i papritur, që ti nuk dëgjon alarm e tjera dhe të terminin dhe nuk udhton. Mos flasim fenomen natyror që vetë aeroplani nuk mund të udhtoj, mos flasim gjëra të tjera që mund të varen nga faktorë tjerë që ti nuk i ke në dispozicion. Pra, pejgamberi alayhis salam u qortua në këtë rast dhe më vonë tani erdhën përgjigjet, por kur erdhën përgjigjet ajo që ne na intereson, ata prap nuk besuan. Leç nuk besuan dhe kur sosen polemikat, ata shkojnë në verzionin tjetër që është më i keqi. Pra, fillojnë popujt, jo ky shembulli i fundit që përmenda, fillojnë të mendojnë në mbytjen e profetëve. Pra, përdoren për taktik, tashmë, pasi u përmbys çdo lloj i argumentimit, u munduan të përdorin parien, të përdorin magjistarët, të përdorin njëllosjen e profetëve, të përdorin argumentimin më sfidues, të bëjnë pyetjet dhe të parashtrojnë kërkesat të pararealizueshme. Dhe kur gjitha këto u realizuan dhe kur gjitha këto dolën e pa, vjen ai momenti që këta duhet ashtë të pranojnë besimin, në vend të kësaj ata zgjedhin diçka tjetër që është shumë mizore, pra vendosin t'i vrasin profetët. Çfarë thot Allahu për vrasjen e profetëve dhe këtë do ta bëjmë të qartë,
në pjesën tjetër të këtij emisioni. Tani do të bëjmë një shkputje të shkurtër që qëndron me ne, do të kthehemi pas pak. Të respektuar të rishikues, atëherë rikthehemi për të vazhduar me rrjedhën e emisionit Popujt në Kur'an e tani do të sqarojmë atë që Allahu Gjelle Gjelaluhu na rrëfeu për ata njerëz, për ata popuj që zgjodhen mbytjen e profetëve, që ishte një metodë mizore kur ata nuk donin të besonin. Pra, përkundër kësaj, ata provuan që me argumente t'i gjunjëzojnë pejgamberët, nuk patën mundësi. Me polemika t'i gjunjëzojnë pejgamberët, nuk patën mundësi. Bën pyetje dhe kërkesa nga më të ndryshmet, që t'i sfidojnë pejgamberët dhe ata të dalin të paaft që të sjellin ato argumente, prap nuk patën mundësi, zgjodhen metodën tjetër që është edhe mosbesimi, pra i vazhdueshëm, edhe t'i mbysin profetët pejgamberët. Allah thot: "Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas fabashshirhum bi'adhabin alim." Padyshim ata që shprehin mosbesim ndaj argumenteve tona. Pra, atë që e kërkuan ne u adham, dhe ata në fund fare shprehen mosbesim për ato argumente, padyshim pra ata njerëz që bën veprime të tilla, dhe jo vetëm kaq, i vrajtën profetët, pra në shumë sa Allahu përmend, e Zoti din sa ka qenë numri i tyre. Në Kur'an nuk është që shumë janë përmend profetë që kanë përfunduar të mbytur nga popujt e tyre, cilët kanë qenë dhe si kanë qenë ne në hallka tjera të më tutjeshme, do t'i sqarojmë saktë dhe gjërësisht. Por në këtë rast derisa përmendet që kanë vrarë profet të ndryshëm në shumës, e shumësi në gjuhën arabe, derisa gjuha arabe ka 3 numra gramatikor, ka 1-sin, ka 2-sin dhe ka shumësin që i bie, kur përmendet, kur flitet për diçka që ka qenë vetëm një gjë ose një person, përdoret 1-si. Kur janë 2 persona në gjuhën, shumicën e gjuhës botës përdoret shumësi, në gjuhën arabe ka numër tjetër. Pra, për 2 persona përdoret vetëm 2-si, pra që as nuk është 1 e as nuk janë 3. Janë vetëm 2 persona, ndërkaq kur përmendet shumësi, atë të paktën do të jenë 3 persona, në këtë rast 3 profete më shumë. Pra kanë vrarë pejgamberët bighayri haq. Këtë fjalën edhe bighayri haq e përdorim edhe në shqip, pra pa hak, pa të drejtë. Nuk i kanë vrarë pejgamberët se kanë bërë ndonjë gabim, nuk i kanë vrarë pejgamberët se kanë bërë ndonjë krim, nuk janë hakmarrë ndaj pejgamberëve si keqbërës që kanë bërë diçka të keqe, por thjesht i kanë vrarë, dhe jo vetëm këta. O yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas. Edhe njerëzit e tjerë të rëndom që pastaj eventualisht kanë thirrë në drejtësi, edhe ata i kanë vrarë. Ky fenomen të respektuar të rishikues ka qenë i njoftun, që Allahu e përmend dhe ne kemi thënë në modelet e pejgamberve dhe popujve të tyre që Zoti i përmend në Kur'an, nuk është çështje historie kjo. Nuk është çështje vetëm për tregu se si ka qenë, po Kur'ani është udhërrëfyes për neve dhe synon që ne të na mësoj për të ardhmen tonë. Edhe atë ardhme që ne duhet ta mësojmë nga Kur'ani në mënyrë të vazhdueshme, Allahu Gjelle Gjelaluhu, pra me këtë për ne dëshiron që të na mësoj atë që është më e mira, atë që është më e qëndrueshmja, atë që është e përhershmja, dhe në këtë pra ne e gjejmë modelin se Allahu kur përmbylli dërgimin e profetëve tjerë, kur përmbylli zbritjen e librave tjerë, i bie se gjitha modelet e mundshme, çfarë do që i shkon mendja dikujt në botë të veprojë, është mirë ta di se është përsëritje e ndonjë populli të mëhershëm. Andaj edhe kjo është e njohshme që sistemet të caktuara, për shembull ka qenë sistemi komunist. Njerëzit që kanë kundërshtuar sistemin janë burgos, janë vrarë, mizërisht dhe ndoshta
Jo vetëm kaq, edhe sot ka shtete të tilla me mentalitet të tillë që njerëzit e mençur, njerëzit që janë të gatshëm të polemizojnë, të flasin për padrejtësitë që bëhen në popujt e tyre, atëherë ata nëse nuk mund të heshtën me metoda më të lehta, më të buta, atëherë provohet metoda tjetër e egër, e cila shkon në burgosin e tyre deri edhe në vrasjen e tyre, dhe jo vetëm kaq, pra të gjithë atyre që thrasin në këso lloj drejtësie, pra që vrasin pra dhe njerëz të rëndomt. Allahu thot febeshirhum bi'adhabin elim. Merr ju myshdë atyre që se do të kenë një dënim të dhëmshëm. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Ata janë të cilët veprimtaria e tyre është shpërbë. Allahu i ka humb veprat e tyre në dynja dhe në ahiret, dhe ata nuk do të kenë ndihmues asnjëherë. Të nderuar teleshikues, Allahu xhalla xhelaluhu pra tregon për këtë kategori të njerëzve dhe thot: merr ju myshdë se do të kenë një dënim të dhëmshëm. Myshdë si harreç që Allahu e përdor në këtë ajet edhe në gjuhën arabe, sikur që edhe unë e përdora në gjuhën shqipe, fjala si harreç, myshdë, bishara, është për diçka të mirë. Njëru kur paralajmërohet për diçka që do t'i ndodhë në të ardhmen, e që është e gëzueshme, e pritshme, dhe ngazëlyese për të, do të jetë si harreç, do të jetë myshdë. Në të kundërtën, lajmi i keq nuk quhet myshdë. E këtu Allahu thot, do t'i vjen një dënim i dhëmshëm. Dënim nuk ka dënim, i cili çfarë do metode le të jetë, i cili mund të kuptohet se është problem. Imagjinoni pra, veproni këto me fëmijë dhe fëmia janë testi më i mirë i mundshëm. Bëja fëmijës një surprizë që ai e ka dashur. Qoftë m'ja blen një lodër, qoftë m'ja blen një me shetit dikun, m'ja plotsu një dëshirë që ai e ka, mirë po bëja këtë në formë të dënimit. Ta kom ble bicikletën, por nuk ta bleta atë bicikletën se kishte qenë një më e mirë, dhe pata mundësi ta bleja, po nuk ta bleta atë sepse nuk ke marrë suksesin shkëlqyeshëm në shkollë. Fëmia do të ndihet i gëzuar për këtë bicikletën apo i mërzitur. Pra, nuk ka lloj dënimi që ti e përdor, çfarë do qoftë ai, i cili është i mirë dhe i dëshirueshëm. Atëherë pse të ketë myshdë për te? Pse të ketë si harreç për te? Se këtu lidhet me diçka tjetër të nderuar teleshikues. Allahu xhalla xhelaluhu i kishte urdhëruar profetet: "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani." Nëse ata ty të polemizojnë, atëherë thuaj se unë jam dorëzuar Allahut. Me tërqenjen time, si unë kanë vepruar edhe ata që më pasojnë mua. Fa in aslamu faqad ihtadaw, po e kaloj pjesën e ajetit qëllësh. Nëse ata nënshtrohen ndaj Allahut, ata janë udhëzuar, është në rregull gjithçka. Wa in tawallaw fa inma alayka al-balagh. Nëse ata largohen, ti mos e vraj veten, mos e vraj mendjen o i dërguar o Muhammed, ti ke vetëm interpretimin, përqimin e mesazhit, nuk ke ndonjë detyrë më të madhe më shumë se kaq. Wallahu basirun bil ibad, Allahu është ai që shikon dhe është në përcjellje të vazhdueshme pra me robërit e tij. Allahu është ai që nuk i humb asgjë nga veprat e tij. Nëse këta njerëz pra kanë zgjedh besimin, në rregull. Nëse këta kanë zgjedh mosbesimin, pas këtyre polemikave, imagjinoni të nderuar teleshikues. Ky mosbesimi kur vjen pas polemika, a vjen me krenari, a vjen me poshtrim? Ky vjen me krenari. Mosbesimi po las. Kur të refuzohen pejgamberët, pas këtyre argumenteve, sado që kanë qenë mbinë se këta do të mundohen që të jenë edhe më krenar se ne kemi më mirë se sa kjo që ti po na thret. Në ata shembujt e mëhershëm që i përmenda, unë kur nuk e blej atë aparatin i cili i plotësoj gjitha kriteret që më
duheshin mua për atë kompjuterin tem. Dhe në fund fare mora dhe çmimin i cili ishte i konvenueshëm por ashtu, unë kur do t'i them atij se jo nuk do ta blej, sigurisht nuk i them sepse jam i poshtër, sepse jam idiot, të pyeta disa pyetje vetëm me pasur qëllimin të të lodhi. Jo. Do t'i them sigurisht se kam gjetë më lirë. Dikun tjetër ishte një më i mirë. Ai kishte jo 5 vjet garancion, por kishte 7 vjet garancion, 10 vjet garancion. Pra do të mundohem që unë këtë të argumentoj se veprimi jem i mosblerjes është i arsyeshëm. Dhe unë me këtë arsyeshmëri po të refuzoj ty dhe po të largohem prej teje. Andaj më mirë kupto ose mos më mirë kupto, përkundrazi ndoshta të lë fajtor se ti mallin po është shtrejt ose nuk po e prezanton mirë ose nuk e ke të mirë ose broshkulla të ndryshme. E rëndësishme ai paraqitet që është krenar me këtë refuzim. Allahu po i thot atëherë atij merri myshde sepse ai po do si harriqin, tregoj pra që ky përfundim i do të kesh të një shpërblim, pra që ai shpërblimi është dënim dhe i dhëmshëm. Sepse ata këtë po e synojnë, pra shpërblimin, e ti për atë shpërblimin tregoj që shpërblimi i tyre, merr ju myshde që shpërblimi i tyre do të jetë dënim. Sepse letë është me e lodh dikën, e posaçërisht me e lodh të dërguarin e Allahut. E posaçërisht jo që Allahu lodhet me sjelljen e argumenteve, por Allahu mosbesimin tënd nuk mund ta duroj deri në atë masë sa ti të tallesh me të tallesh me Allahun, të tallesh me profetin e tij. Dhe jo vetëm kaq, emisarin e tij në tokë, postierin e tij në tokë, ta vrasësh. Sot edhe me të drejtën ndërkombëtare të nderuar vëllezër, është shumë vepër e rëndë të vritet ambasadori i një shteti. Shtetet mund të kenë mosmarrveshje, mund të acarohen raportet e tyre, por para se të hinë në ndonjë konflikt, ata tërheqin përfaqësimin e tyre diplomatik në shtetin tjetër. Dhe shteti me cilin sot e tutje unë mund të kem polemik, e ka obligim që para se polemik, mos marrveshje, pra mos pajtim ndoshta edhe do të hyjmë në luftë, e ka obligim që ambasadorin tim ta sjell të sigurt deri në kufirin e shtetit nga vjen ai ambasador. Nuk bën, nuk lejohet, është vepër e dënueshme shumë dhe e papranueshme ndërkombëtarisht të vritet emisari ambasadori, sepse një individ, një familje mund ta mbysësh kur do, por postieri që të sjell një lajm i mirë ose i keq, nuk është fajtori ai që ta ka sjell lajmin, por është vetë lajmi. Lajmi është i keq, jo postieri që ta ka sjell lajmin. Në këtë rast, nëse ti pra mbyt të deleguarin Allahut, atëherë Allahu për këtë të përgëzon në ndathojzave me një dënim të dhëmshëm. Për të takuar në javën tjetër me një halkë të re të emisionit Popujt në Kur'an, ju lëmë në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.